në fshatin e bukur të Gërçecit. Një fshat i vogël, por me një zemër shumë të madhe. Një thënie e bukur shqiptare thotë bëni gjëra të vogla po me zemër të madhe, po këto njerëz të nderuar, këto bëjnë gjëra të mëdha me zemër goxha shumë të madhe. E keni dëgjuar në ditën e bukur të Bajramit një histori e cila u bë popullore kudo, mos e përdor virale sepse është termi huaj. Një hoxh i cili mori 11.350 euro. Një haxhi i cili ka qenë shkak që nga zemërgjerësia e tij dhe besimi i thellë i tij në Allahun, ka qenë se e ka dhuruar një tokë të tij që të shërben për ndërtimin e xhamisë. Tokën private. Tokën private të tij. Sa bukur. Dhe se kjo është mirësia, ose me thonë befasia me madhe për ne, që të marrësh mësim nga një haxhi i cili te na është ende gjallë, Haxhi Ramizi, pra ceku dhe emrin e tij duke e lutur Allahun që të jep shëndet të plot dhe t'ia zgjat jetën e tij, se me të vërtet ka qenë një ndër shkaqet kryesore që i pari nxiti që lëshon tokën e tij për hir të Allahut xhela xhelalu edhe në to të ndërtohet xhami. Por befasia dhe më e madhe dhe më e thellë të themi dhe më e mahnitur ka qenë në fshat që Allahu xhela xhelalu e dërgon dhe një investitor të vetëm të fshatit të Gërçecit. Tash normal se është bërë pak çështja virale e shumë ose diçka, por në krahasim me një vepër të madhe të këtij burri që e ka vepruar, dhe kjo ka qenë iniciativa e tij që ai të dhuron një shumë të madhe parash të personale të tij, domethënë që ai ka investuar në ndërtim të xhamisë dhe ai ndoshta e shpjegon më mirë çështjen e mbrëmësisë së tij se çka e ka stimuluar për të ndërtuar xhamin,